Të unë është e dhenjshme kur nuk muj me kry shërbime. Atyre ju duhet me ju bo do kombinime për me ja fiksu karrocën, me u lidh me kajsh tabeli. Kjo është servisi për mirëmbajtjen e pajisjeve ortopedike, gjitha shërbimet kryen, pe karroca, fshetitore, baterica, shtrota, çdo mjet lëviz për persona me aftësi të kufizuara. Edhe gjatë kësaj rruge kryen edhe shërbime. Unë këtu kam pajisjet veglat e punës, i kam donacion, pe komunës Prishtinës, pe PTK-s, pe këtyne organizatave shoqërore, që më kanë ndihmu me marrë këto veglat e punës, se patrushme me punu. Kjo është një karrocë që ka punu një antari joni, ju ka pih kjo shtecja këtu, ju ka prish, tash se peshe edhe vetu në kam edhe pjesë që i ndaj pjesë për tirave, prishet një karrocë nuk është ma për funksion, ja marrë pjesë të asojna e i kombinoj me rregullu karrocën tjetër. Që kjo për shembull u prish, kësi materiali nuk gjonë, kërkon se na fabrika s'kemi. Unë i kombinoj tash këto që e kombinoj me që ka umet me një pjesë tjetër, kombinohet edhe rregullohet karroca. E kjo puna jam është që kjo. Mirën pej viteve të 90-ta, punojnë qëtë punë, fëmijët me paralizë cerebrale, atyre ju duhet me ju bo do kombinime për me ja fiksu karrocën, me u lidh me kajsh tabeli, me pas pjesën e qafës në volume, se ai nuk mund me mojt drejt peshime. Të unë është e dhenjshme kur nuk muj me kry shërbime. Që atër e ndi vetë mas dhimshme. Me të ndjerën Halit Ferizin, a i ka qenë lider i aftësisë kufizuar në Kosovë, shoqata e ndikoj se ka ekzistu në atë kohë, e paraplegjikëve dhe paralizës mive. Do thot a i ka qenë lider i kësaj kategorie, u konë shoqata e ndikoj se në Ballkan më e mira. Po mas vdekjes së tij kanë ndryshuar gjërat. Na i trajtojmë edhe rastet që janë me afaqkur, për shembull mbas një lëndimi pëson një aksident, vjen të thyrja komës, ose gjymtyrëve tjerë nuk mund me lëviz një kohë. Kemi mjetën ndryshme, baterica, shëtitore, edhe karroca të jipen, po dhe shfrytëzim. Na me para këtu s'japëm kur gjë, këto i japen shfrytëzim, me kry shërbimin, kur ti kry shërbimin, na i kthej. Po kisha dasht me i lut njerëzit, bëmës, humanitarë, që janë njerëz që e din çka është humanizmi, që kanë kësi mjete pashfrytëzume, o i majnë për shtëpi, ose kanë mundësi me sjell si donacion pej ati vendi jashtë ku punojnë, sidomos mergimtarët, ma se vop është, na që e përdorën këtë fjallin se vop, ma se vop është me pruni karrocë këtu për qëta njerëz, se me qu diku tjetër. Shumita e këtyne donatorëve në diasporës janë qytetarë të Kosovës që punojnë për diasporë, antarë të shoqatës, edhe kom arrit një 4-5 antarë të shoqatës me i aftësue, 2 janë të Mitrovicës, 2 janë të Prishtinës, që janë me aftësue. Në e marë në asistent, në e marë në gjyko. Ka përri në një vetë, në gjyko, sa e të të në